Në redaksin e Gazetës Nacionale kemi pranuar një fotografi përmes të cilës është parë se disa shenja janë vendosur në librin udhëzues i cili gjendet në kabinat e vendeve të votimit, këtu në shkollën Femia Agani në Gjakov. Ne tashmë kemi ardhur në këtë shkollë për të parë nga afër se çfarë ka ndodhur. Unë si kryesuese e qendrës votimit 020802 punoj me vite si kryesuese e klasës. Çdo herë gjatë votimeve kena të njëjtat probleme. Ama qëllimin e votuesit nuk e dim, ai ka nënvizu kandidat që nuk ka ditë me votu, apo i ka nënvizu me një qëllim që dikuj tjetër mas mi abu me dije që votoj të njëjtit kandidat. Por na si punëtorët KQZ-s e kemi si obligim gjatë ditës këtë kohën mi kontrollu bëshurat nëpër kabina, në momentin që gjejmë të shënune diçka me laps ose të nënvizune i ndrojmë. Ndërkohë gjatë ditës edhe trajnerat e KQZ-s na bijnë bëshura të reja që ka nevojë, që ka mungesë. E njëjta domethënë proces për çdo vit ndodh. Nuk është hera parë ose ndodhi që s'ka ndodhur asnjëherë. E gjatë ditës së sotme ka qenë vit hera parë kjo që është raportuar? Gjatë ditës sot me na një herë kena ndru një broshurë. Po. Edhe në momentin që e lam pak më qetësu gjendja, tham him edhe një herë kontrollojmë. Edhe domethënë edhe broshura e dytë u gjatë e nënvizune emrat e kandidatëve, sidomos 2 broshurat lëvizjes vetëvendosje tash. Ku qëllimi e din vetëm ata që e kanë bë vetë.